Allahu Ekber. Lexon fjalë të Zotit. Dhe nuk mundesh me hi që dush, e as nuk mundesh me dalë që dush. Hinjet me tekbir, dilet me selam. Pse? Se në ta lexohet Kur'an. A kuptove? Do më thonë, Zotin e ka rujt Kur'anin versionin original në mënyrë që ibadetin kur ta bojna me lexu fjalën e tina, jo dërsin e hoxhës. A kuptove? Do më thonë, para me në të ndërun gjavat në taravijat mi falë me dërs hoxhe. O kitë dalë. Ama kur lexohet Kur'an, ti se kupton. Ama ti vesh disa në ti. Që që kjellë fjala është fjallë e Zotit. O da i ban sabër, apo? Ban sabër. E ka zanin e mirë, se ka zanin e mirë. E ka trash, e ka holt, melankolik, se ka melankolik. Ti qka e di? Fatiha me atë lezu, Kur'anin e Zotit. Ban sabër. Se është të recitu fjallë të Allah subhanahu wa ta'ala. E është e parë, nërmë. E dyta, para me ndonit nga kish hup citati, qish mu falna? Allahu Ekber. Para me në të shinkon të ravija si i qinia. A në me Kur'an me zi si po bojnë asabër. Tu lezu Kur'an, tu knash me Kur'an, edhe kam më këputë në gjallë. Veç anë komi, apo? Në regull. Para me në të shkon pa tekst. A e vërejni që ish falën atë të tjertë, kur falën? Rinë që shtu si plepa. Veç rinë, qka ju të bo, tu lutë. Apo, bojnë yoga, moga, kujti qka bojnë. Veç rinë, apo, thot priti mendimet. Ka me arë mendimi, apo, kur da shqip që ka arë tigri ati. O, qëfa i të prit, Allah? Na qka bojnë atë ndërru, na lezojnë Fatiha. Alhamdulillah, na së prismi mendime, na prismi uzimin, hazër e kena. Na s'kena nevoj me pritu mendimin. Këtu ka arë, ketë, s'kena nevoj na, vjen mendimi, ti, ri urta, po, pastroj e shpirtin, ri ka dale, më shelisin, edhe vëshku të shif, ka arë. Edhe a mund është me paramuta shejtani që ishtë lunë me ta. Apo, vini rejtë ndërru në gjuma, ti kur fali qinien, e fal drejka. Nuk ka se sabaja dhe si akshame dhe si atësia. Pse? Se që shiko, kur të lexohet Kur'ani me zan, nuk let ti shumë me menua. Se qka thot? Wa idha quri el Kur'anu fastami'u lahu. Kur të lexohet Kur'ani namaz ngoje. Shkiti shka menon, veç ngoje. Për cjelle recitimin, për cjelle leximin. A kur ti thuhet veç rri, pak marada. Pse? Se tu nejt, me nëse me lezu Fatihajen, aja dhash me parët. E janë istu po filma. Pse? Që shtonë qatë punë e ka. Të me lezu Fatihajen, ta përzin, apo? Në qëtë të shehot, ti përzin. Por shka rësie, se ki qëtësi, dhe këtë qëtësi, e manipulon dikush qëtër. Kur të lezohet Kur'ani, e mshil kitë të dirë. Kur të lezohet Kur'ani, e mshil kitë të dirë. Pra këtë asyje, e ka rujt Allahu citatin Kur'anor, për me qenë letësim për ibadetet tona. Për me qenë letësim për ibadetet tona. Këtë asyje kjo ka qenë brej dobive të ruajtjes fjallëve të Zotit të bareke vëtjala.